Ndur këta deputet televizës vetëndosje sot që u regjistruan apo jo? Që ta hapim debatin. Ja, aty në 3-4 një 2-3 i marë. 2 i marë seriosisht, ata të tjertë me gjithë respektin. Nuk ko që kam në farë vlerësimi në pjatestal për aftësitë e tyre politika apo emancipimin politik të nevojshëm për përfaqësim dinitos parlament. Nuk ishte ajo hapësirë për ta dëshmuar kapacitetin e tyre politik. Aty ishte një lloj bindje, ai kanë punët për ta çuar më tutje se jo. Qeverin ti po ma ban kështu, faleminderit shumë, unë s'kum çu mbet Skënderbeu aty. A më ti qysh? Si apo si? Po kështu, zonja, me gjithë respekt. Unë po të ves, ajo unë për lisa ti për fshisa. Po, mos na dhe me kjo... Ose Alili e ka tafën familjare, kështu si. Po, s'ka lidhje në respekt për familjaren e Matoshit. Po, në politik s'ka familje. Edhe patkecia, po, pikpytjet e kuventit e qeverisë. Tash, pikpytje mirë nuk e shofën e prej kondit negativ edhe pikondit keq. A ka pikpytje, gjelbe ka pikpytje, gjatë e 4 i ka posë dhe qeveria që ka nejtë 4 vjetë. Me vetë vendosjes të azoj me gudzon dhe me atër. Po, i ka ndollë 3. Edhe, qka quajmë qeveri stabile? Një qeveri stabile e cila nuk ban, nuk ko vetëm humbja numrave, sa ta numra aty nuk përfasojnë killat e dardhave, po përfasojnë votat dhe me legitimitetin që ju vjen nga procesi zgjedhor. Edhe si i til, ata deputet aty nuk jam ish numra. Ai po që është statistikisht njërë empirike kështë numër, matematikor, po nuk është një numër i përveqëm, është sasi e votave mjaftueshme të cenzusit qytetar, trupes elektorali që ka qef Matoshi me qujtë. Edhe si e til, gjatë e ne nuk ka jo legitimitet aty, as jo demokratike. Ne po flasim jo legitimitet, ne po flasim një potencial për të